Mirëmbrëma dhe mirë se vini në War Report. Pikërisht në 24 shkurt të 4 viteve më parë, bota u zgjua nga bombardime që Rusia kreu ndaj Ukrainës dhe nga disa video të cilat u bën virale në momentet dhe çastet e para të tyre. Ishte ky mëngjesi i zymt i 24 shkurtit të 4 viteve më parë, i cili vion të mbetet në memorien e njerëzve, pasi kjo është një luftë që vion. Lufta Rusi-Ukrainë, luftë e cila zgjat prej 4 vitesh dhe më e përgjakshmja në kontinentin tonë që prej luftës së dytë botërore, po arrin të thyej një rekord të luftës parë botërore, e cila zgjati eksaktësisht 4 vite, 3 muaj e 11 ditë. Jemi shumë pranë thyrjes këtij rekordi, por me sa duket mes palëve nuk ka një përparim drejt negociatave për paqe. Gjithçka që vion të ndodhë është një front i përgjakur, Zelenski dhe Putin që akuzojnë njëri tjetrin, një Europë e cila nuk po gjen vendin e saj në tryezën e negociatave dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët luftën e Europën lindore kanë kthyer në biznes, bëjnë presion për një fund sa më parë të këtij konflikti. Do të ndalemi mbrëmjen e sotme në War Report për të analizuar gjithçka që ka ndodhur përgjatë këtyre 4 viteve, por gjithashtu për të treguar hap pas hapi gjithçka që ka ndodhur jo vetëm në aspektin gjeopolitik dhe diplomatik, por edhe në frontin e betejës. Ky hartë e sjell nga media britanike dhe Telegraf ka treguar gjithçka që ka ndodhur në Ukrainë në këto 4 vite. Në pjesën në ngjyrën blu shohim se si ushtria e Vladimir Putin, e cila nisi pushtimin brutal të Ukrainës në 24 shkurt të vitit 2022, u ofrua deri pranë Kievit me një avancim të shpejtë, i cili arriti të tejkalonte deri në 500 km/h në ditë, sipas raportimeve të Institutit për Studimet e Luftës. Kanë qenë 4 vite të një betejë të përgjakshme, e cila është shënjestruar ose shënjuar më saktë nga disa momente të jetë të rëndësishme. Në gjysmën e dytë të vitit 2022, pasi forcat e Moskës kishin pushtuar 27% të territorit Ukrainas, Ukraina arriti që të kryej një kundërofensiv të suksesshme, duke larguar pikërisht Moskën nga afërsia e saj pranë Kievit, kryeqytetit të Ukrainës, por edhe pranë disa rajoneve të tjera. E gjitha pjesa që shihni në ngjyrën blu aktualisht në hartë, cilën unë po e ngjyros në ngjyrën e verdhë, tregojnë të gjitha avancimet që bëri ushtria e Volodymyr Zelenskit për të përzënë Rusinë nga disa territore të cilat u morën me vrull në nisjet kësaj lufte. Përgjatë këtyre 4 viteve, Ukraina ka treguar shembullin më të mirë të qendresës. Franca e konsideroi Kievin një shembull i cili po mëson Europën se si do duhet përgatitet për luftë, dhe ushtarët e Parisit, por edhe vendeve të tjera perëndimore, po marrin tashmë module të gatshme nga ajo çfarë ndodh në betejën e Ukrainës për të qenë të përgatitur për rrezikun. Betejë vjoi në vitin 2023 me rusët, të cilët patën një avancim të rëndësishëm sa i përket frontit të betejës, duke marrë Soledarin dhe Bakhmutin. Bakhmut është një ndër qendrat më të rëndësishme industriale në Ukrainë, i cili ishte pikërisht pjesë e rajonit të Donetskut dhe shënjoi kështu një ndër fitoret kryesore të Moskës në frontin e betejës, përdiuar më pas në vitin 2024 me rusët që vjuan avancimin e tyre me marrjen e Avdivkës, duke shënuar kështu një tjetër fitore të rëndësishme. Sa i përket vitit 2025, duhet thënë se fitoria më e madhe e Moskës ka qenë padyshim Pokrovsk, edhe ky i vendosur në rajonin e Donetskut. Megjithatë, përgjatë këtyre 4 viteve luftë, edhe Ukraina tregoi se di se si të luftojë dhe mbi të gjitha se si të dërgojë luftën në shtëpinë e armikut. Pikërisht ofensiva ose më saktë kundërofensiva e Kievit në vitin 2024 çoi ushtarët e Volodymyr Zelenskit për herë të parë thellë brenda Rusisë në rajonin e Kurskut, një ofensivë e cila nuk zgjati shumë gjatë, megjithatë ishte një shembull i qartë se Rusia e përjetoi ato çfarë kishte përjetuar Ukraina, ndoshta me një ndikim më të minimizuar. Për herë të parë që prej luftës së dytë botërore, një territor rus u vënë në okupim të përkohshëm. Sigurisht gjërat rrodhën më pas, një ndërprerje ndihmës amerikane, vështirësi të shumta, skandale korrupsioni, të gjitha këto patën një ndikim të drejtë për drejtë në Ukrainën, e cila u detyrua të mobilizojë ushtarët e saj kryesisht në frontin e betejës. Dhe dua të tregoj pikërisht nëpërmjet kësaj harte vizuale të gjitha zhvillimet që ka sjell fronti përgjatë këtij viti. Në hartën që kemi në këto foto ka një vi në ngjyrën kafe, e cila tregon kështu edhe diferencat që kanë ndodhur pikërisht në frontin e betejës. Do dua të theksoj secilin prej tyre se çfarë ka ndodhur në vitin e fundit, që nga viti 3 deri në vitin e 4. Rusia ka arritur të ketë një përparim të rëndësishëm në rajonin e Dnipropetrovsk, duke përfshirë gjithashtu edhe rajonin e Donetsk, siç po tregoj në këto momente në hartë, me zhvillime edhe drejt Kupianskut, por edhe Kramatorskut. E gjithë ngjyra e verdhë që po tregoj në këto momente është avancimi që Moska ka arritur të bëjë përgjatë vitit të fundit në frontin e betejës. Zhvillime për të zhvendosur vëmendjen e ushtrisë ukrainase ka pasur edhe në Zaporizhia, por gjithashtu edhe në veri të Harkivit dhe
poshtë rajonit të Kurskut, rajonit të Ukrainës pikërisht në rajonit të Rusisë, pra pikërisht në sumit të Ukrainës. Janë të gjitha këto ngjyrat të verdha të cilat tregojnë një avancim minimal të Moskës në frontin e betejës, por që është jetik pasi betejë tashmë po zhvillohet përtej Pokrovskut në Kostiantinivka për marrjen e Kramatorskut dhe Slovianskut, të cilat janë dy elemente të kyçe që sipas Institutit për Studimet e Luftës do të jepnin Moskës fitoren totale të rajonit të Donbasit, duke dhënë kështu një kontroll absolut. Të gjitha këto institute ndërkombëtare vlerësojnë se me kushtet aktuale Rusisë do të duhet luftonte për të paktën 18 muaj për të marrë të plot rajonin e Donbasit. 4 vite luftë me siguri ngrehen pikpyetjet tek ju se kush kanë qenë sulmet të cilat janë kryer në frontin e betejës. Kjo grafik e sjell nga media Al Jazeera ka treguar se në 4 vite luftë Rusia ka kryer ndaj Ukrainës më shumë se 101.000 bombardime duke përdorur raketa të ndryshme, predha artillerie, goditje me avion dhe raketa të llojit të ndryshëm duke përfshirë Iskander, raketën e njohur me kapacitet për të mbajtur nga raketës bërthamore Oreshnik, por edhe një sër raketash të tjera. Përplasjet të armatosura në front mes batalionave luftarake janë regjistruar 68.027 përplasje të tilla në 4 vite luftë me një front përgjakshëm i cili ka qenë aktiv në 365 ditë të secilit vit. Sulmet ajrore të kryera nga dron apo gjithashtu nga mina të hedhura nga distanca kanë shkuar në 58.495 sulme, për dëvuar më pas me sulmeve të llojeve të tjera të cilat kanë qenë në 2.568 dhe vendosja e disa bombarduesve me distancë të largët nga ana e Moskës ka shkuar në 1.786 raste. Këto nuk janë shifra, janë e vërteta e cila ndodh çdo ditë në front, ku në Ukrainë kanë humbur jetën të paktën 15.000 civil, sipas asaj që raporton pikërisht edhe misioni i Kombeve të Bashkuara për ndihmat humanitare dhe zyra e tyre në Kiev. Por një tjetër pikpyetje mjaft e rëndësishme është se sa humbje kanë palët në frontin e betejës. Kemi folur her pas here se si mediat ndërkombëtare kanë raportuar se si Moska po humbiste rreth 30 deri në 50.000 ushtar çdo muaj, duke përfshirë të vrarët e të rënët në frontin e betejës, por gjithashtu edhe persona të cilët kishin mbetur plagosur e nuk mund të avionin më këtë betejë. Sot pas 4 viteve luftë, raportet e mediave ndërkombëtare duke përfshirë këtë grafik të The Telegraph tregojnë se Rusia ka humbur në luftën kundër Ukrainës së paku 1.9 milion ushtar. Në këtë shifër, padyshim përfshihen personat e vrarë, por edhe ato të plagosur, të cilët fal këtyre plagosjeve dhe plagëve që kanë marrë në frontin e betejës, nuk kanë mundur më të kthehen në front për të vijuar luftën e urdhëruar nga Vladimir Putin. Megjithatë, pikpyetja e cila mbetet është se kush janë humbjet e vërteta të palës ukrainase. Raportet e kombinuara për ushtarët e vrarë, por edhe ato të plagosur, flasin se nga ana e Ukrainës kemi nga 500 deri në 800.000 humbje të këtyre kapaciteteve apo njerëzve në saktë në frontin e betejës. Por ka edhe një ndarje apo një nëndarje që tregon se sa të vrarë kemi në secilën anë. Nga ana e Rusisë, për cilën folëm se janë deri tek 1.2 milion qytetarë të cilët mund të kenë humbur jetën në frontin e betejës, flitet për 275 deri në 325.000 ushtarë të cilët kanë mbetur të vrarë. Një investigim i sjell nga media britanike BBC në bashkëpunim me Media Zone në Rusi ka sjell të konfirmuara këto shifra. Ndërkohë, për herë të parë, pas më shumë se 4 vitesh luftë me Volodymyr Zelenskin, i cili thotë se ka humbur vetëm 47.000 ushtarë të vrarë në frontin e betejës, ka të dhëna që vijnë nga Qendra për Studimet Strategjike në Shtetet e Bashkuara të Ukrainës se në këtë luftë Ukraina ka humbur nga 100.000 deri në 140.000 ushtarë. E thënë ndryshe, ky raport mes humbjeve të dy palëve tregon se është një raport humbjesh 2-1 në favor të Ukrainës, por si gazetar është një pikpyetje shumë e madhe për të ngritur. A janë vërteta këto raportime kur bëhet fjalë për anën e Kievit? Me siguri jo, dhe ky është mendim i shumë analistëve ushtarak që tregojnë se kjo po përdoret edhe si propagandë për të bindur vetëm popullin Ukrainës, por gjithashtu edhe perëndimin se Ukraina ka nevojë që të mos lëshoj pe në këtë luftë dhe mbi gjitha ta fitojë atë, sepse siç tha edhe Friedrich Merz, fati i Ukrainës është fati i të gjithë Europës. Kanë qenë këto zhvillime të cilat sigurisht kanë sjellë një dinamik më të madhe përgjatë këtyre 4 viteve, duke treguar kështu gjithçka që ka ndodhur. Solla në shifra, gjithçka që ndodh jo vetëm në terren, por edhe tek humbjet e njerëzve dhe hartat që shpeshherë tregojnë sa i përket situatës në Ukrainë, kanë padyshim të ngjyrosur në ngjyrë të kuqe ato territoret pushtuara, por përtej të
kuqes grafike, në fakt NATO harta është edhe gjaku i ushtarëve të cilët vjojnë këtë betejë, e cila është më e ashpër në kontinentin tonë që prej luftës së dytë botërore. Ndërkohë, siç thash në nisjet programit, Amerika kërkon një ultimatum të shpejtë për të dhënë fund këtij konflikti dhe raportet e mediave ndërkombëtare kanë folur për gjatë javëve të fundit më shumë se sa vetë Donald Trump. Një raport i fundit i Bloomberg ka treguar se presidenti amerikan Donald Trump ka shtyr afatin e tij që kërkon fundin e luftës mes Rusisë e Ukrainës deri në 4 korrik, kur do të jetë edhe pavarësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe viti 250 i pavarësisë së tyre. Këto raporte, siç thash edhe pak më parë, kanë folur vetë më shumë se sa ka folur edhe Donald Trump sa i përket muajve të fundit dhe situatës në frontin e betejës. Ndërkohë, folën shumë zyrtar perëndimor ditën e sotme, përmenda pak më parë Friedrich Merz, i cili nga takimi i koalicionit të vullnetshmëve me liderë europian, cilët u mblodhën në Kiev, dhe disa të tjerë që u bashkuan përmes videokonferencave, thanë se fati i Ukrainës është vetë fati i Europës. Nëse Putin lejohet të fitojë në Ukrainë dhe të kalojë atë prag, atëherë do të jetë shumë e afërt dita kur ai do të guxojë të sulmojë një vend të NATO-s e do të kalojë kështu edhe në Baltik. Nga ana tjetër, zhvillime ka pasur edhe sa i përket këtyre deklaratave pasi kam përzgjedhur për të sjellë në program një ndër deklaratat më të fuqishme që ditën e sotme duhet thënë se u bë nga Mark Rutte, kreu i Aleancës Veriatlantike, i cili nuk zgjodhi Kievin, por nga selia e NATO-s në Bruksel deklaroi se Ukrainës nuk i duhen më premtime, por i duhen armë për të luftuar. Është ky qëndrimi i tij, i cili pasqyron në një mënyrë apo në një tjetër realitetin në cilën jeton Ukraina ditën e sotme. Pas shkëputjes totale të ndihmës financiare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me një Donald Trump që i ktheu luftën në Ukrainë në një biznes për cilin parat do t'i merrte nga Europa, sot Ukraina përballet edhe me mundësinë e humbjes së këtij financimi për shkak të tekave, kapriçove apo quheni si të doni të Viktor Orban, një vendi antar të Bashkimit Evropian dhe një lider i cili her pas here ka kundërshtuar çdo paketë ndihme për Kievin. Se çfarë do të ndodhë me Ukrainën do të zbulohet për gjatë muajve në vijim. A do të mbyllet kjo luftë së shpejti? Të gjitha gjasat thonë se jo, por se çfarë ka ndodhur me Ukrainën kur nuk ka marrë në kohën e duhur të gjithë ndihmën financiare dhe ushtarake që është nevojitur, e kemi parë pikërisht në vitin 2025, ku humbjet më të mëdha përfshirë këtu edhe rajonin e Kurskut, ku arriti të ndërtojë një kundëroфensiv të suksesshme duke hyrë në territorin e armikut, dështuan dhe ranë pikërisht për shkak të mungesës së koordinimit perëndimit për të ndihmuar Kievin dhe një braktisjeje amerikane. Brëmen e sotme në program do të fokusohemi tek gjithçka që ka ndodhur në këto 4 vite dhe sigurisht tek pikpyetja e madhe. Çfarë do të ndodhë me këtë betejë dhe a do të ketë një fund të shpejtë? Të gjitha këto menjëherë vetëm pas siglës. Thash pak më parë në program se lufta mes Ukrainës dhe Rusisë ka qenë një leksion për Europën, e cila kishte harruar të luftojë. Franca e thot tashmë se po mëson nga Ukraina me marrjen e planimetrive të betejës nga komandat ushtarake për të kuptuar se cilat janë taktikat e Rusisë në frontin e betejës. Brëmen e sotme në program do të diskutojmë çfarë ndodhi me Ukrainën dhe çfarë pritet të ndodhë me këtë vend. Kam kënaqësinë të kem sonte Eugjina Sotirin, ekspert e sigurisë. Eugjina, mirëmbrëma, kënaqësi të kem program. Gjithashtu me mua është Garon Kamberi, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zotë Kamberi, kënaqësi të kem mbrëmjen e sotme në War Report. Eugjina, të nisim së bashku 4 vite luftë, një betejë e cila vijon, një Vladimir Putin që nuk është rrëzuar, ndonse Europa thot se do të rrëzohet nga momenti në moment, dhe kemi një perëndim i cili nuk po gjen dot vend në atë tryezën e paqes. Çfarë po ndodh me Ukrainën dhe kush janë gjasat më të mëdha se do të ndodh përgjatë muajve në vijim sa i përket këtij konflikti? Unë do ta nisja me faktin që përpos 4 viteve luftë në fushë betejë, kemi dhe një luftë tjetër, ajo e narrativave apo ajo e një lloj dizinformimi me gjasa për të ndryshuar moralin apo për të ndikuar në moralin e luftës, të paktën në luftëtarët brenda Ukrainës, nga ana e Ukrainës dhe në anën tjetër nga ana e Rusisë. Dhe po dëgjoja me vëmendje të gjitha datat që dhe ju kishit përgatitur, në fakt ajo që vjet re dhe nga të dhënat e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, bëhet fjalë për një lëvizje masive tashmë të popullsisë ukrainase, ku kemi rreth 4 milion ukrainas të cilët janë zhvendosur së brendshmi në territore të ndryshme të Ukrainës perëndimore, dhe bëhet fjalë dhe për rreth 6 milion të tjerë ukrainas që kanë
kërkuar, le themi, azil apo strehim në disa vende të botës. Pra kemi një valë të tillë refugjatësh që tregojnë pikërisht për këto dinamikat e brendshme demografike të lëvizjes në masë të popullsisë ukrainase, që patjetër ndikon edhe në moralin e luftës, por edhe në forcën ushtarake. Nga ana tjetër, në të dhënat që ju kishit, ka dhe një kontradikt që patjetër nuk është e juaj, apo janë të dhënat zyrtare që vinë nga ana e Ukrainës në këtë rast. Nëse flasim për një agresion të egër rus dhe nëse flasim për data që vinë nga fushbeteja për një raport të ushtarëve, 3 ushtarë rus me një Ukrainas në periudha të ndryshme dhe muaj të ndryshme të kësaj luftës 4 vjeçare, është pak kontradiktore të themi që humbjet, le themi, të luftëtarëve rus janë dy fishi apo janë më të mëdhaja se ato të Ukrainës. Po aq edhe viktimat civile. Patjetër duhet kemi parasysh që viktimat civile apo targetimi objektivave civile në tërësi nga ana e Rusisë është bërë pa diskriminuar. Ndryshe nga Ukraina, e cila i ka ruajtur në një farë mënyrë këto ligjet e luftës se si duhet të targetojmë objektet ushtarake, së kundërti nga ato civile brenda në Rusi. Në këtë kuptim, nëse e shikojmë panoramën të gjithë, duke mbajtur parasysh fushatat e dizinformimit që patjetër janë nga të dyja anët, unë do të thoja që e gjithë Ukraina tashmë është gjendur në mes të një paaftësie të perëndimit për t'ju kundër përgjigjur një vendi, një fuqie bërthamore tashmë Rusisë, dhe nga ana tjetër një ambicie dhe një urije të egër ruse, e cila tashmë revanshin e saj apo atë limitimin që ju bë post luftës së ftohtë, duket që ka dalë përtej atij izolimit, po merr, le të themi, një territor të madh dhe po ndryshon balancat si në detin e Zi, por po aq edhe në rajonin e detit të Zi dhe në detin Azov, që tashmë duket qartë që është një footprint dhe një gjurmë ruse shumë e madhe. Në këtë kontekst do të thoja që uroj që të paktën të kemi një ulje në tavolinë e cila do t'i japi fund vrasjeve dhe vdekjeve të qytetarëve Ukrainas, pasi është e qartë nga të gjitha deklaratat e Europës që ajo që Europa po përpiqet nuk është t'i japi fund luftës, por të mbajë makinerinë e luftës Ukrainas e gjallë edhe me këto fondet që po jep, ku edhe vetë sanksionet, për shembull, që dhe ju e përmendët, e pam se sa e paaftë është përballë një, le të themi, një mekanizmi të tillë tregtar që vetë BE-ja ka krijuar, ku në rast të sanksioneve të një pas njëshme mund të goditet edhe ai tregu ekonomik dhe i përbashkët europiane, cila është ende shtylla e vetme përpost asaj shtyllës politike të Europës që me koalicionin e të pavullnetshmëve tashmë ka dalë zbuluar. Te e qartë. Në kopë, zotë Gamberi, kam një kancelar Gjermani cili për të disatën herë thotë se fati i Ukrainës është fati i Europës. Humbja e Ukrainës është një humbje e Europës. Kam një Gjermani e cila ka investuar tashmë ose ka dhënë donacione për Kievin deri në vlerën e 50 miliardë dollarëve, por lexuat ditën e sotme nga Deutsche Welle, ka fuqizuar ushtrinë në ritme rekord, është një ndër popujt ku 53% e popullsisë besojnë se Kievi duhet ndihmuar, mbi 60% e tyre besojnë se duhet shtojnë investimet në mbrojtje. Dhe teksa kemi një Europë e cila bën deklarata të tilla, ku lufta duhet thënë se është në kurrizin e Ukrainës në radhë të parë dhe më pas edhe në anën e Europës, e cila sigurisht po përdor financimin maksimal për t'i dhënë Kievit të gjitha këto kapacitete. Kjo deklaratë se një humbje e Ukrainës do të ishte një humbje e Europës, është një deklaratë solidariteti apo është një e vërtet për ditët dhe kohët ku jetojmë? Po besoj, më falni për zorin. Besoj që është një deklaratë e cila ka të bëjë me faktin që Bashkimi Evropian këtë konflikte ka në kufit e tij lindor. Dhe duke qenë se kjo vazhdon prej kohësh, pra prej 4 vjetësh, e ka futur gjithë tregun e përbashkët evropian në një konflikt jo vetëm thjesht politik, por dhe ekonomik. Sepse duke qenë se të lëndët e para dhe të gjithë burimet energjetike deri në momentin që nisi konflikti vinin nga tregjet ruse, kjo bëri të mundur që gjithë zinxhiri i furnizimit në vendet e Bashkimit Evropian të prekësh drejt për drejt nga ky konflikt. Nga ana tjetër, nga pikpamja e sigurisë, është shumë e rëndësishme të theksohet fakti që Ukraina bën pjesë në kufit lindor dhe ndan kufi toksor me disa vende anëtare të Bashkimit Evropian, Hungarinë, Slovakinë, Rumaninë. Dhe në momentin që do kemi një përshkallëzim të konfliktit, menjëherë të gjithë kjo do transferohet në
kufijtë e Bashkimit Evropian. Pra, deklarata e kancelarit Merz është brenda logjikës së përgjithshme. Në qoftë se Ukraina dështon për të vetë mbrojtur në mënyrë të menjëhershme, Europa do të vjetë përballë faktit që në kufijtë e saj lindor do të ketë një konflikt i cili zgjat, por nga ana tjetër do ketë një vend që nuk që i aftë të vetë mbrohet deri në fund. A është Ukraina barriera që po lejon Europën të bëhet gati për një sulm rus? Në qoftë se do të nisemi nga fakti që Europa e ka mbështetur dhe vazhdon ta mbështesë Ukrainën, ajo e sheh Ukrainën si digën kryesore përkundrejt një vrulli rus që mund vi qoftë në formë ushtarake, po qoftë në një formë tjetër. Nga ana tjetër duhet theksuar edhe një element tjetër shumë i rëndësishëm, që në 10 shkurt të vitit 2007, pra vitin që vjen, bëhet gati 20 vjet nga fjalimi i famshëm i presidentit rus Vladimir Putin, i cili u përkufizua si rikthimi në gjeopolitikën botërore i Rusisë. Nga periudha nga viti 93 ose nga 91 deri në 2007, Rusia kishte një pozicion të tërhequr në politikën ndërkombëtare. Ndërsa mbas atij momenti, kur presidenti Putin u desh rreth gati 2 mandate që të konsolidonte edhe pushtetin e tij, po edhe të shikonte ku kishin qenë pikat e dobta të Rusisë, ai u drejtua Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Europës me një mesazh. Pra bota nuk mund të jetë unipolare. Dhe ky mesazh, i cili buroi nga i quajtur si fjalimi i Muniut i 2007-s, u pasua me një sër ngjarje që rodhën më pas. Përfshirë këtu edhe pavarësinë e Kosovës një vit më vonë, por mbi të gjitha disa rrjedhoja që lidhen në Republikat e Bashkimit Sovjetik. Konflikti në Gjeorgji midis Abkazisë dhe Osetisë, 2 republika që u shkëputën menjëherë sapo ndodhi pavarësia e Kosovës, dhe më pas syt u drejtuan në gjithë Republikat e Bashkimit Sovjetik, të cilat për Rusinë duhet të ishin kordoni sanitar që do garantonte sigurinë e saj afatgjatë. Kjo shpjegon, do të thoja, edhe rikthimin e Rusisë përkundrejt Ukrainës, që është një republikat kryesore të Bashkimit Sovjetik, kryesorja mbas Federatës Ruse, dhe ishte një mesazh edhe për perëndimin. Një mesazh që presidenti Putin e dha me fjalimin e 10 shkurtit dhe e ndoqi në mënyrë të vazhdueshme në çdo veprim, ai bënte një kundërveprim. Edhe kjo, si thua, ai e ka zbatuar me një lloj filozofie shumë qartë parimin e ligjit 3 të Newtonit, që sa herë që perëndimi ndërmerrte një veprim të caktuar në një zonë caktuar, ai reagonte ose kundërreagonte për të treguar që edhe unë jam i pranishëm në tryezën e gjeopolitikës botërore. Dhe në rastin e BE-s do të theksoja një element shumë të rëndësishëm. BE-ja, siç e përmendët edhe ju, për shkak të ndikimit të disa vendeve fqin me Ukrainën, siç është Slovakia dhe Hungaria, ka marrë një qendrim jo unik. Dhe veçanërisht vetoja e Hungarisë dje e tregoi këtë. Dalja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ardhmën e presidentit Trump nga koalicioni ose grupi i kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës, që u krijua që në 24 prill 2022, futi një element tjetër të panjohur në ekuacionin shumë të vështirë të zgjidhjes konfliktit Rusi-Ukrainë. Se si do të jetë kjo në të ardhmen do të tregojnë ngjarjet që do vinë më vonë. Por një gjë duhet theksuar, që Europa po përballet me sfidën e saj më të madhe të sigurisë që prej krijimit të Unionit, i cili vitin që vjen bën, si thua, edhe 70 vjetorin e tij. Te e qartë. Ndërkohë, Eugenia, kemi diskutuar shpesh herë në këtë program dhe ke qenë ti ajo që ke thënë që Bashkimi Evropian i mungon bashkimin dhe tashmë në mundjen time u krijuar një puzzle, të paktën në 2 vitet e fundit. Kur kryeministri Rama tha vitin e shkuar se ju jeni mbledhur atje në Kiev për të kujtuar për vjetorin e 3 të pushtimit të Ukrainës, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara përvendosin për fatin tuaj në një tryezë me Rusinë, duhet të zgjoheni. S'ka një se Rama solli elefantin në dhomë. Ndërkohë, dua të kujtoj një deklaratë të zyrtarëve evropian të bërë 2 ditë më parë, nëse nuk gaboj, nga Kaja Kallas, kur thoshte se nuk duam të shmangim bisedimet me Rusinë, por fillimisht duam të dim çfarë duam. Çfarë do Europa për Ukrainën në këto momente kur e shohim të pavendosur, në këto momente kur nuk po arrin të sigurojë vetes një tryezë në këto negociata të thëna nga Amerika dhe në një kohë kur le të themi po përballet edhe me sfida të tjera
ndoshta edhe më të rëndësishme se vetë Ukraina. Pak të thoja që diplomacia apo gjithë politika e jashtme e BE-s tashmë në duart apo në personifikimin e Kaja Kallas, duke patur parasysh edhe profilin e saj politik ose origjinën e saj nga vendet balltike, të bën të kuptosh që në fakt diplomacia europiane nuk është në duart të mira sot. Kemi një diplomaci me shumë bias, pra me shumë diskriminim dhe me shumë anësi politike në figurën e saj, ku nga njëra anë bën pyetjet që ne ende nuk e dim çfarë duam, duhet të ulemi, një herë dëgjojnë që është një situatë ku duhet ulemi të pim verë, pra ka një farë çoroditje politike, dhe më kujtua dhe mua kjo, dhe ka një lloj çoroditje në gjithë figurën e asaj që tashmë është bërë shumë qesharake edhe në, le të themi, në korridore diplomatike në BE vet. Nga ana tjetër unë do të thoja që për BE-n është e paqartë ende ose ende refuzon të kuptoj që vetë BE-ja nuk është një aktor geopolitik. Lindja e tregut të përbashkët në fakt e bën atë kryesisht një bashkim ekonomish, më tepër se sa një bashkim politikash. Dhe për sa kohë në krye të diplomacisë vendoset një person i cili ka një qasje diskriminuese dhe jo të balancuar, pra është unilaterale në të gjithë, le të themi, nismat e saj dhe në deklarimet e saj publike, ka një ngërsh të madh sepse nuk i lë hapësirë tavolinës së negociatave për të funksionuar. Nga njëra nuk kuptohet ende që kursi i narrativës nga SBA-ja ka ndryshuar, pra Rusia nuk është më agresori, Rusia nuk është më ai kundërshtari i përbetuar i SBA-s i gjithë bllokut perëndimor, por tashmë së pari nuk kemi një bllok perëndimor, perëndimi në atë konceptin ideologjik të vlerave të përbashkëta është goditur nga vetë Trumpi, dhe së dyti për Trumpin Rusia apo Putin është një aktor, është një lider politik si gjithë të tjerët me të cilët duhet të negociosh duke biseduar dhe duke komunikuar me rrugë diplomatike. Dhe për sa kohë ky realitet refuzohet nga Bashkimi Evropian dhe nga politikanët të cilët drejtojnë politikën e jashtme të BE-s, kemi një ngërç të madh. Dhe këtu pastaj gjendemi në të gjitha këto disbalancat e brendshme politike ku Hungaria, Slovakia, gjithashtu kemi dhe një rikalibrim të gjithë politikës së Ficës së fundmi me Ukrainën, ku janë edhe këto shkëndijat e para të mërive ndërmjet këtyre tre vendeve, ku duket qartë që vetëm Çekia është ajo që përtej këtyre vendeve të Visegradit, e cila po mban një pozicion më neutral. Nga ana tjetër, vetë brenda BE-s kemi vende neutrale, të cilat perceptimin e tyre, dhe këtë e kemi folur, perceptimi i sigurisë apo kërcënimi i sigurisë që vjen nga Rusia, e para është shumë larg, dhe e dyta e gjitha ajo frika e ardhur pas luftrave botërore, sidomos asaj të dytë, bën të mundur që këto vende të jenë ende të friksuara dhe ende, le të themi, me kokën poshtë për mos t'i dalë ballazi Rusisë, por për të gjetur disa shtegje diplomatike që edhe negociatat apo bisedimet të jenë të mundura të vazhdojnë. Të edhe qartë. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të programit e për diskutuar për problematikat reale të konflikt. Duhet nisur që nga demografia e Ukrainës e për të vijuar edhe tek ultimatumi dhe presidenti Donald Trump, i cili më shumë se sa po zgjidh një konflikt, duket se po mbjell farat për një tjetër. Të gjitha këto me njëherë pas shkputjes. Rikthehemi në War Report, ku në pjesën e parë diskutuam të gjitha pasojat që 4 vite luftë në Ukrainë kanë sjellë dhe një bashkim evropian të cilit i mungon bashkimi kur bëhet fjalë për çështje kaq të rëndësishme sa ç'është mbrojtja. Goditjen më të madhe perëndimi e mori pikërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me atë që u konsiderua një lëkundje sismike në marrëdhëniet transatlantike. Nga ana tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përtej kësaj goditjeje po vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi Kievin për të arritur sa më parë një marrëveshje paqe e cila do të kërkonte lëshime territoriale të dhimbshme, ashtu si çdo luftë ka kërkuar për të parë kështu edhe fundin e saj. Një analizë dhe Telegraf disa javë më parë thoshte se Donald Trump, i cili kërkon të mbyllë këtë luftë, ndoshta nuk po kupton se dashur apo pa dashur, po mbjell farat për një luftë tjetër.
Rusët nuk u mjaftuan me Krimene, nuk u mjaftuan as me aneksimin e një pjesët të Luhanskut e të pjesës Donbasit për gjatë vitit 2014 dhe me shumë mundësi një marrëveshje e cila do të kërkon të lëshime territoriale nuk do të ngopte Vladimir Putin, të paktën për shumë gjatë. Zotë Kamberi, një Amerikë e cila ka ultimatumet vazhdueshme ndaj Ukrainës, kam parë vetëm 2 momente kur Donald Trump ka bërë një, le themi, kthes në qasjen e tij, kur tha se po Ukraina mund ta fitojë këtë luftë dhe kur vendosi disa sanksione simbolike ndaj Rusisë. Çfarë do të ndodhë me presionin amerikan për gjatë këtij viti, i cili duhet thënë do të jetë decisiv për Ukrainën për shkak edhe të një fronti të lodhur, të një ekonomie të dobësuar dhe të një situate e cila është bërë frustruese për të gjithë? Besoj kjo është e vërtet, po sa është e vërtet dhe fakti, ndjes Zorin, që presidenti Putin është jashtëzakonisht i bindur që kur ishte presidenti Biden derisa larg do të shkonin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për ta mbështetur Ukrainën në atë që quhet vetëmbrojtje. Dhe vetëmbrojtja që është ofruar Ukrainës nga të dy palët, qoftë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, qoftë nga Bashkimi Evropian, kanë qenë një vetëmbrojtje që të rezistoj, po jo një vetëmbrojtje që të fitoj. Dhe kjo e ka zgjatur konfliktin dhe po vazhdon ta zgjasë, dhe presidenti Putin, duke qenë se përfaqëson një nga antarët e klubit bërthamor, po përpiqet që të luajë deri në fund dhe të arrijë ato synime që i ka bërë të ditura, qoftë në deklaratat e tij individuale, qoftë nëpërmjet zëdhënësve të tij që kanë qenë pjesë e delegacioneve të negociatave që në Stamboll, që ishte deklarata e Stambollit e 14 marsit 2022, rreth gati më pak se një muaj nga fillimi i konfliktit, dhe pastaj bizedimet e Gjenevës që po zhvillohen këto ditë. Ajo çfarë doja të theksoja është që presidenti Trump, me qasjen e tij që ka ndjekur, që sa erdhi në Shtëpinë e Bardhë, ka menduar që ndoshta sedra e presidentit Putin do përkthelet nga një lloj lëshimi. Por në gjeopolitik emocionet janë të fundit që përllogaritën. Në gjeopolitik ka, si thua, një arsye të pastër, e ftohtë, cinike, që shpesh paguhet me një çmim, që siç e shohim ne, ky çmim quhet lufta, por se deri kur Rusia do të mbajë këtë qëndrim dhe do të rriqet, kjo mbetet për të parë, sepse në këtë moment që ne po flasim, përsa kohë që dy mundësit, midis asaj që quhet paqe e mundshme dhe paqe e drejtë, nuk po arrin të përputhen. Ukraina kërkon asgjë më shumë se sa rikthim në gjendjen fillestare, të para 24 shkurtit 2022. Ndërkohë Rusia ka bërë qartë që ajo nuk e bëri gjithë të investim, sepse është dhe një kosto morale dhe politike që presidenti Putin e ka përballë opinionit publik rus, që nga kjo luftë, e cila po zgjat për 4 vjetësh, ai do të dalë me diçka. Se sa e madhe do të jetë ky lëshim që do të vijë nga Ukraina me ndërmjetësimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kjo do të varet. Dhe tjetra që unë kam theksuar dhe vazhdoj ta theksoj sërish, nuk do të ketë një paqe në Ukrainë në rast se tavolina negociatave do të jetë me 3 këmbë, me 2 këmbë apo me 1 këmbë e gjys. Por në qoftë se nuk ulen në tavolinë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusia, Ukraina dhe Bashkimi Evropian për të ndarë çfarë forme do të ketë paqja dhe marrëveshja e pushimit. Kush do ta garantojë dhe kush do ta garantojë Ukrainën, qoftë nga pikpamja politike për më tej antarësimin në Bashkimin Evropian, që tash e ka marrë, është rast unik që një vend në luftë merr statusin e vendit kandidat dhe hap negociatat. Kjo ka thyer çdo lloj norme brenda politikës zgjerimit, po për arsye të justifikuara gjeopolitike. Ashtu si Ukraina do garanci nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Do garanci që nëse do ketë një paqe me Rusinë, kush do ta garantojë atë përsa kohë që Ukraina do të rriqet nga antarësimi në NATO. Këto janë çështje që, siç e thash, strategjia që po ndiqet, të cilat bëhet ajo që quhet diplomacia lëvizse, takojnë dy palë në Gjenevë, pastaj shkojnë në Washington, pastaj njëra nga palët vjen në Bruksel, pastaj ai nga Brukseli shkon të takon në Kiev. Ky lloj karuseli avionësh nuk besoj që do të prodhoj në gjë. Mund ta kem gabim, por eksperienca ka treguar që në qoftë se palët e përfshira dhe të interesuar një konflikt nuk bëhen bashkë në tavolinën e bisedimeve që është tavolina nga dalin zgjidhjet, çdo zgjidhje tjetër pastaj vetëm e zgjat dhe
e shtynë në kokë të konflikt. Kamberi, dua një koment shumë të shkurtër për reagimin e Vladimir Putin sot, i cili për këtë që të ta lexonte do të ishte një reagim me pikë. Doli u tha ushtarëve të vendit të ruani objektet strategjike dhe energjetike, sepse kemi një armik siç është Ukraina që kërkon të sulmojë, dhe armiqi ju them vetëm diçka, mos u kruani shumë me Rusinë. Nuk ka asgjë të çuditshme në këtë deklaratë, deklarata të tilla ka bërë presidenti Putin, unë jo më kot ju referova fjalimin një shmangje totale për arritjet e këtij 4 vjetorit, atij që e quan një mision special në Ukrainë, më shumë detaje, pra një mungesë le të themi strategjike e vëmendjes. Këto janë të qëllimshme, nuk ka asgjë të rastësishme në deklaratën politike, aq më tepër një president i një vendi që dihet se ka përballë, ai e di shumë mirë se me kë po lufton, kush po e mbështet Ukrainën, kush e mbështeti, pra ishte gati në kundërvojje me gjithë perëndimin, ministri i tij i jashtëm, Sergej Lavrov, përdori termin perëndimi kolektiv, pavarësisht shmangeve të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ne jemi në frontin e një llogaritje shumë të ftohtë gjeopolitike që Rusia po e bën qartë, e ka bërë qartë, po paktën tashmë po e bën qartë edhe nëpërmjet forcës që asnjë kërcënim për Rusinë në përreth territorëve të ish republikave të saj nuk mund të vijë nga vendet europiane, qoftë europiane, qoftë perëndimore, dhe me këtë ka parasysh qoftë NATO-n, qoftë fuqizimin ushtarak të Ukrainës. Dhe kjo ka një logjik, sepse që përmenda pak më parë, Rusia nga periudha pas shërbërës Bashkimit Sovjetik, nga fundi dhjetori, pra nga 30 dhjetori, 28 dhjetori 91, kur shpërbë dhe zyrtarisht Bashkimit Sovjetik, deri në fjalimin e 10 shkurtit 2007, që ishte fjalimi që riktheu Rusinë në skenën politike, me një fjali shumë interesante të deklaruar nga presidenti Putin, që tha shpërbërja e Bashkimit Sovjetik është katastrofa më e madhe gjeopolitike e shekullit 20. Ai ishte mesazhi për të gjithë që këtë tutje ju nuk keni më përballë Bashkimin Sovjetik, por keni Rusinë që nuk e pranon më botën unipolare të drejtuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe Perëndimi, por është një botë që do të llogarisë dhe fuqi, një fuqi siç ka qenë Rusia, që u llogarit nga 45-a deri në 90-ën, dhe tash do filloj të rillogaritet. Dhe në mënyrë qartë ai bëri të ditur Perëndimit, zonat e tij të influencës, pra aty ku Perëndimin nuk duhet të ndryhej dhe të ketë ndikim, midis cilave ishin edhe disa nga republikat e ish Bashkimit Sovjetik. Te qartë. Ndërkohë, sotiri mësollën pjesën e parë të programit një ndër detajet më të rëndësishme sa i përket një lufte që janë njerëzit. Lëvizjet në datë demografike në Ukrainë, 6 milion qytetarë cilët kanë larguar nga vendi dhe kanë kërkuar azil në vendet perëndimore, dhe një deklaratë e ministrit më të ri të mbrojtjes që ka pasur Ukraina, e 32 vjeçarit, i cili tha se 200.000 ushtarë janë larguar nga fronti, pra kanë dezertuar, nuk janë kthyer më në front, nuk kanë marrë një leje të posaçme, dhe më kujtoi gjithashtu edhe administrata Joe Biden në Ike, e cila i bëri një presion të qartë Zelenskit, duke i thënë mobilizo burrat e tu, sepse askush nuk do të luftojë për lirinë e vendit tënd. Kemi parë një Zelenski i cili ka bërë zgjerimin ligjin ushtarak, duke menduar dërgimin në front edhe të qytetarëve apo të djemve të rinj në 25 vjeç, ndonse diçka e tillë nuk është miratuar ende në vendim final, por dhe një rritje të mobilizimit ushtarak tek personat mbi 60 vjeç për të shërbyer në pararojë apo pranë vijave të frontit, jo në mënyrë të drejtë për drejtë në front. Nga ana tjetër kemi edhe një Rusi e cila ka probleme me mobilizimin ushtarak, ndonse ka shifra të çmendura me të cilat paguan ushtar me $5.000 në muaj, por po merr edhe nga vendet e treta për shkak të mungesës dhe vrasjes së këtyre në frontin e betejës. Ky vit që po vjen, për këtë do të jetë më i vështirë dhe ndoshta është një pyetje retorike, se sigurisht mund të flasim për një Ukrainë e cila nuk ka kapacitetet, por edhe Ukraina thotë se ka rekrutuar të paktën mbi 10.000 ushtarë të huaj, cilët po luftojnë për të dhe po paguhen pikërisht nga fondet cilat i merr sigurisht nga aleatët ndërkombëtar, por edhe vetë prej saj. Çfarë mund të thitet për këtë krizë demografike në front? Kjo krizë demografike ka filluar ndoshta shumë ndjeshëm në vitin e dytë, pas vitit të dytë të luftës, diku në fillimin e fund 2024, fillim 2025, ku bëhej qartë që edhe dezertimi politik i disa politikanëve të rëndësishëm të Ukrainës uli moralin, le themi, apo atë mobilizimin social të vetë qytetarëve ukrainas për të marrë
marrë pjesë në luftë. Nga ana tjetër duhet kemi parasysh që e gjithë retorika apo strategjia ushtarake ruse është e ngritur në atë mënyrë që indoktrinimi fillon, apo ai indoktrinimi ushtarak dhe politik fillon që tek fëmijët e vegjël. Dhe nuk ka një limit moshe, le të themi, apo nuk merret parasysh nëse ata janë fëmijë apo janë adoleshentë dhe nuk mund të bëhen pjesë e ushtrisë. Në këtë kuptim mund të themi që ka një disproporcion shumë të madh të forcës ushtarake ruse me atë ukrainase. Shtojmë kësaj edhe faktin që për Rusin, një vend, le të themi, diktatorial ku është roli i liderit politik, ai që vendos çdo gjë dhe është, le të themi, mbi ligjin, ndryshe nga vendet demokratike, është pak më e thjeshtë për të vendosur se cilat do të jenë kategoritë e popullsisë për të marrë pjesë në luftë nga njëra anë, por nga ana tjetër edhe për të vendosur aleatët e tij dhe kujt mund t'i kërkojë ndihmë. Dhe këtë e pam edhe me pjesëmarrjen e ushtarëve nga Korea e Veriut, të cilët u bën pjesë e luftës. Në të kundërt, le të themi, kemi një ndryshim në përbërjen ushtarake të Ukrainës, pikërisht për faktin që edhe pse ka ushtar perëndimor, le të themi, apo ka ushtar të cilët janë nga vendet europiane apo vendet anëtare të NATO-s, e para janë shumë pak dhe e dyta janë në ato proporcione sa që është luhet me kujdes që mos të bëhet një faktor vendimarrës në fushë betejë, pikërisht për atë çka përfaqëson vetë Aleanca Transatlantike, e cila nuk mund të angazhohet në këtë konflikt. Dhe së fundmi do të thoja që i gjithë ky, le të themi, dezertim apo kjo valë e madhe e ikjes së popullsisë ukrainase është shtuar më së fundmi me aferën korruptive që ne pam disa muaj më parë, ku bie edhe ky miti apo morali i luftës sociale, le të themi, që për po luftojmë që politikanët patjetër dhe vriten, atëherë një politikan me anë të riarmatimit apo të ndërtimit të fabrikave të dronëve, për shembull, pasurohet. Dhe gjithë kjo mëria sociale, le të themi, apo kjo revolta sociale është reflektuar mandej edhe në, le të themi, në përbërjen apo në numrin e forcës ushtarake ukrainase. Ku mendoj që edhe në ditët në vijim apo në muajt në vijim do të kemi ndoshta dhe raporte më të këqija se ato 3-1 ndaj Rusisë. Që shumë gjase një propagandë për të dhënë zemër atyre që patjetër, janë një propagandë ruse, por kanë dhe një të vërtet tjetër brenda. Dhe një propagandë perëndimore, duhet të thënë. Dhe patjetër, janë dy, le të themi, janë dy narrativa dhe dy përpjekje për të ndryshuar realitetin në fushë betejë, por që tashmë është e qartë dhe me valën më në rritje të gjithë refugjatëve të luftës apo targetimin e popullsisë civile, ku tashmë nuk po luhet më vetëm targetimi, le të themi, i forcës ushtarake, por edhe targetimi apo vrasja e grave dhe fëmijëve, pikërisht për të ndryshuar edhe atë përbërjen etnike apo teksturën sociale të shoqërisë në mënyrë që edhe, le të themi, shtimi i popullsisë ukrainase të marrë një lloj goditje dhe të jetë pak më e thjeshtë për të zëvendësuar nga një popullsi ruse. E qartë. Eugenia, është e qartë, po shkojmë drejt një betejë e cila do të zhvendosë të gjithë aspektin ushtarak drejt aspekteve ajrore. Ukraina është një lider në aspektin e prodhimit të dronëve, prodhon mbi 50% nevojave ushtarake aktualisht vetë sipas raportit më të fundit sjell nga mediat ndërkombëtare, por sigurisht e tham pra, do të ketë një lëvizje në aspektin ajror, luftë dronësh, luftë aviacioni, dhe teksa kemi disa zotime të Europës se çfarë do të ndodhë në vitet në vijim, dua që ta përmbyllim sigurisht të pjesë 2 të emisionit duke ndarë çfarë mesazhi ka marrë Europa nga kjo luftë e Ukrainës. Unë së pari do të thoja që negociatat apo diskutimet tashmë prej vitesh nuk janë ato mes Ukrainës dhe Rusisë, po janë ato mes SBA-s me Ukrainën dhe SBA-s me Rusinë. Dhe duket që në të ardhmen gjasat janë që presioni të jetë ende më i madh karshi Zelenskit se sa vet Putin, apo tendenca në rritje e vet Trumpit për ta direksionuar të gjithë politikën e brendshme ukrainase drejt një referendumi, pasi është e qartë që Zelenski nuk do ta marrë në dorë le të themi fatin e Ukrainës për të lëshuar territore dhe të vullosi mandej edhe fatin e tij si individ dhe politikan për një tradhti kombëtare, patjetër. Dhe këtu duhet mirë kuptuar dhe roli i tij. Nga ana tjetër mendoj që në të ardhmen ajo që flitet nuk është më ajo lufta tradicionale apo ato modelet edhe TTX-et, pra ato ushtrimet që bëhen në tavolinë me luftën konvencionale që ne jemi mësuar, po flitet për luftën e gjeneratës së re, ku tashmë dronët, inteligjencë
inteligjenca artificiale, por po aq edhe le themi vetë informacioni i tërë, jo vetëm ai që merret nga fushbeteja, por edhe përkthimi i tij në inteligjencë mandej, janë faktorë të cilët do të ndikojnë dhe do të ndryshojnë të gjithë mënyrën e se si luftohet dhe se si duhet të përgatiten kombet dhe popujt për agresione dhe kërcënime të sigurisë. Në të gjithë këtë kontekst, mendoj që Europa së pari është mbrapa me teknologjinë, ku në vend që të fokusohej tek inovacioni dhe teknologjia u fokusua në flamuj të ndryshëm dhe në kauza të ndryshme, dhe së dyti duhet patur parasysh që jo vetëm vëmendja nuk është aty, por shpejtësia me të cilën ecën Kina e para, India dhe Amerika që përpiqet të ndjek dhe të balancoj këtë lloj tregu dhe kërcënimi të ardhshëm, e bëjnë Europën shumë mbrapa dhe nuk shon ndonjë, le të themi, optimizëm shumë të afërt për të ndryshuar diçka në këtë ekuacion nga ana e Europës. Të edhe qartë. Gjina Sotiri, Geron Kamberi ishte kënaqësi kisha mbrëmjen e sotme në program. Folëm ditën e sotme në War Report për gjithçka që solli ky 4 vjeçar i luftës në Ukrainë, duke nisur nga vetë fronti i betejës, përpjekjet e perëndimorëve, ndihmat nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ku sigurisht nuk ka munguar edhe le të themi dëshira e Shqipërisë për dhënë kontributin e saj sadoqoftë modest. Dua ta mbyll programin mbrëmjen e sotme me një histori të sjellë nga gazetarja Joana Çallaku, e cila flet për Elen Shajda, një ukrainase e cila tashmë prej 3 vitesh jeton në qytetin e Durrësit. Duke lënë në shoqërinë e këtij materiali, ju them se War Report rikthehet sërish mbrëmjen e nesërme në orën 21. Deri atëherë, bashkë natën e mirë. Vjeçarja Elen Shajda është një nga ukrainasit që jeton në Shqipëri për shkak të konfliktit mes dy vendeve Rusi-Ukrainë. Prej më shumë se 3 vitesh ajo jeton në Durrës me bashkëshortin e saj. The main reason I moved to Albania, it was war in Ukraine. Arsyeja kryesore pse u zhvendosa në Shqipëri ishte lufta në Ukrainë dhe si miliona ukrainas, po kërkoja një vend të sigurt ku një raket nuk do të më kalonte mbi kokë. Në Shqipëri erdha në dhjetor 2022, rreth 9 muaj pasi filloi lufta në shkallë të plotë. Durova për 9 muaj sepse mendova se gjithçka do të kaloj shpejt, por pastaj kuptova se nuk mund t'i përballoja të gjitha dhe duhej të shpërngulesha. Këtu jetoj me burrin, ndërsa motra dhe prindrit ende jetojnë atje. Një thirrje në celular nga e motra ishte fillimi një të vërtetë të hidhur dhe ndryshimi rrënjësor i jetës për Elen. I remember the day very quick. Very clearly. E kam shumë të freskët ditën kur ka nisur lufta. Më ka zgjuar motra nga gjumi në celular. Ajo jetonte afër Kievit dhe më tha: "Elen, lufta ka filluar." Ishte një makth. Ishte si një ëndër. E kam pyetur: "Çfarë po flet? Çfarë lufte?" Pastaj ajo filloi të më tregonte për tanket në rrugët e Kievit, raketat në qell. Fillova të lexoja lajmet, telefonova prindrit, miqtë e kushërinjt, me radhë. Ishte vërtet një makth. Jam e sigurt që çdo ukrainas e kujton mjaft mirë këtë ditë, sepse kjo e ndan jetën tonë në 2 epoka të ndryshme, para dhe tani. Pas 9 muajve konflikti detyrua të largohej nga Ukraina, por me kokën mbrapa tek prindërit e motra. Për Shqipërinë thotë se nuk kishte dëgjuar dhe zgjedhja ishte rastësore. Before I decided to move to Albania, para se të vendosja të transferohesha në Shqipëri, nuk isha dëgjuar kurrë për këtë vend. Fillova të kërkoja se ku të shkoja. Kisha një listë me emra vendesh, ndërta ishte edhe Shqipëria. Nga kërkimet kuptova se Shqipëria ishte pranë Greqisë, Italisë. Vërtet jam e impresionuar. Kështu që u zhvendosa në Shqipëri dhe ende jetoj këtu. Me thënë të drejtën, familja ime ishte shumë e lumtur që unë zgjodha të largohesha nga Ukraina sepse ata ishin të shqetësuar për mua. Në qytetin ku unë jetoja kishte nisur lufta dhe prindrit jetonin në një zonë të largët në fshat dhe çdo mëngjes apo mbrëmje kontrollonin lajmet për situatën. Pas disa muajsh kur unë erdha në Shqipëri, sapo kam kaluar kufirin, mami më ka thënë: "Tani zemra mu qetësua." My mom told me like, Elen tregon për të afërmit që ka humbur dhe atë çfarë ka mbetur nga lufta. Yes, I lost. Kam humbur disa të afërm, disa miqe dhe është një temë shumë e ndjeshme për ne sepse çdo ukrainas humbi dikë. Është shumë e vështirë të flasësh për këtë. Janë pyetje shumë të vështira sepse kur mendoj për to, Ukraina që ishte para luftës nuk është e njëjta me atë që është tani. Lufta i ndau njerëzit në disa që vdiqën, disa që ende jetojnë, të tjerë që po e mendojnë largimin nga Ukraina, dikush ushtar. Kemi ende njerëz që jetojnë në Ukrainë pa ngrohje, pa energji elektrike.
Lufta i ka lënë shumë trauma, ndërsa tregon se zhurmat e forta si ata të fishekzjarreve kthejnë pas në kohë. In Albania, people likes fireworks as we loved before the war started. Në Shqipëri kam parë që njerëzve u pëlqejnë shumë fishekzjarret, siç i donim edhe ne, para se të fillonte lufta. Por kur erdha këtu në dhjetor ishte festa e vitit të ri dhe shumë fishekzjarre. Kur dëgjoja atë tinguj, dridhesha dhe mbuloja kokën, sepse në mendjen time dukeshin si raketa apo shpërthime. Për mua ishte si një rikthim në të kaluarën. Në qytetin bregdetar të Durrësit, Elen përpiqet të rindërtojë jetën larg zhurmës së sirenave dhe shpërthimeve. Ajo thotë se Shqipëria i ka ofruar atë që i kishte munguar prej kohësh, paqen. Elen ka hapur një blog në gjuhën ukrainase ku flet për jetesën në Shqipëri dhe sqaron lajmet negative që sharkullojnë për Shqipërinë. Gjuha shqipe shumë vështirë. Yeah, so I have a blog about Albania, around like 25,000 followers. I'm doing on Ukrainian language. Kam një blog për Shqipërinë me rreth 25.000 ndjekës. Në gjuhën ukrainase unë sqaroj stereotipet që janë krijuar për Shqipërinë. Nuk është e vërtetë që Shqipëria është një vend që i përket mafias. Shqipëria është një vend kaq i bukur. Unë këtu gjeta paqen. Unë jetoj këtu. E dua këtë vend, i dua këta njerëz, e dua kulturën, e dua mikpritjen tuaj dhe gjatë këtyre 3 viteve nuk kam dëgjuar kurrë dikë të më thotë të kthehem në Ukrainë. Kur më pyesin se nga je dhe unë u them nga Ukraina, shqiptarët vendoren në zemër dhe më tregojnë mbështetje, respekt dhe dua t'i falenderoj shumë shqiptarët për këtë. Ndërsa lufta mes Rusisë dhe Ukrainës hyn në vitin e saj të 4, lutja e Elen mbetet e njëjtë çdo ditë, që ky konflikt të mbarojë së shpejti dhe ajo të kthehet pranë njerëzve dhe vendit të saj. I'm praying for war is ended. Po lutem që lufta të mbarojë sot, nesër apo pas një viti. Asnjë nën, motër apo grua nuk mund të humbas dikë, sepse jeta është shumë e vështirë kur përballesh me luftën. Nuk kam fjalë si ta shpreh. Shpresoj që një ditë gjithçka të mbarojë dhe ne të kemi një shans të kthehemi në shtëpi dhe të afërmit tan. In one day to see the fly in the sky.